Mbrëm rreth orës 23 derisa ka qenë duke lëvizur drejt rrugës Jena së bashku me të shoqen dhe fëmijën në afërsitë të kryqëzimit në rrugën Vëllezër Gjinovski në Gostivar. 28 vjeçari TS është sulmuar verbalisht nga bashkëqytetari 50 vjeçar AA, pasi dërgonte afërmit në shtëpi. 28 vjeçari shoqëruar nga Emati kthehet sërish në vendin e ngjarjes për të pastruar zënkën me 50 vjeçarit. I ngacmuar nga situata, AA i vërsulet tëmës së 28 vjeçarit duke përplasur për toke, ndërsa më pastaj nxjerr thik dhe i sulet TS. Ndërhyrja e kalimtarëve të rastit e shpëton TS nga më e keqja. Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar AA, ndaj tij pritet të merren masa adekuate. Një student ka tentuar të marrë diplomë në Universitetin Shtetëror të Tetovës me vërtetim të falsifikuar. Në këtë tentim ajo është zbuluar nga një referent në këtë universitet dhe së bashku edhe me 4 persona të tjerë është arrestuar. Sipas policisë së Tetovës, 32 vjeçari i punësuar në USHT, të martën pasdite rreth orës 14 ka denoncuar se studenti IA24 nga fshati Kopanici i Shkupit ka dorëzuar një vërtetim të dyshueshëm për marrje të diplomës nga Fakulteti Filologjik. Pasi që kanë kontrolluar në evidencën e fakultetit, zyrtarët të universitetit kanë vërtetuar se vërtetimi nuk ka qenë i regjistruar me atë numër dhe me siguri bëhet fjalë për falsifikim dhe me njëherë rastin e kanë paraqitur në polici. Me njëherë, IA dhe 4 persona tjerë janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Tetovë në ndyshimin se janë të involvuar në këtë rast, ndërsa vërtetimi do të analizohet, njoftoi policia e Tetovës. Sipas policisë së Tetovës, pak më vonë në konsultime me prokurorin publik, të gjithë të dyshuarit janë lëshuar, ndërsa SPB ka ndërmarrë masa për zbardhjen të gjitha detajeve dhe do të pasojë edhe padi adekuate. Drejtoria për të ardhura publike mbrëm vonë mbylli bastore paleje në fshatrat Rostush dhe Velebërt. Nga objektet të cilët kanë punuar në mënyrë të palicencuara, inspektorët tatimore konfiskuan tërë pajisjen teknike dhe qarkullimin e hasur në para të gatshme të përfituar nga organizimi jo legal i lojrave të fatit, kumtoi DAP, krahas konfiskimit të pajisjeve dhe vulosjes së objekteve për personat organizues, është shqiptuar gjob prej 2.000 eurove, ndërsa do të pasojnë edhe padi penale.